Nuk bëhet aq lehtë halali. Ju mendoni se është një fjalë që thuhet dhe gjithçka fshihet. Por jo, nuk është aq e thjeshtë. Ju bëni njerëzit të qajnë, i lëndoni, i shkatëroni dhe pastaj ktheheni e thoni: "Ma bëj halal." Prit pak, a është kaq i lirë halali? Aq sa i ke bërë të tjerët të vuajnë, aq do të vuash. Aq sa i ke bërë të tjerët të qajnë, aq do qash. Do të korrësh vetëm atë që ke mbjell. Nuk ka shpëtim nga kjo. Një fjalë e urtë turke thotë: "Uj ku dimrin e ka kaluar, por nuk e ka harruar të ftohtin." Ashtu janë edhe shpirtra që i dogje me veprat e tua. Ata nuk harrojnë netët pa gjumë që kaluan për shkakun tënd. Nuk harrojnë lotët që u derdhën, qetësinë që u amore, plagët që u dhe. Ju mendoni se Allahu nuk sheh, se ai nuk dëgjon, shpirtra që kanë rënkuar për shkakun tënd, lotët që janë derdhur nga dhimbja. Allahu i ka parë të gjitha. Ai nuk është i pakujdesshëm. Dhe në ditën që do të gjykohesh, asnjë më bëj halal nuk do të shpëtoj.